Shkodra po konsolidohet gjithnjë më shumë si një pikë referimi për sportin ndërkombëtar, teksa në Adriatic Tennis Park po zhvillohet turneu World Tennis Tour, që ka mbledhur sportistë nga 53 vende të botës me mbi 130 tenis pjesëmarrës. Ky aktivitet po rrit nivelin e konkurrencës dhe po promovon qytetin si një destinacion në rritje për turizmin sportiv. Është shumë bukur këtu. Fushat janë shumë të mira dhe ambienti është i këndshëm. Ka shumë fusha për padel, një sport që më pëlqen shumë. I'm from Turkey. My name is Iris. Unë jam nga Turqia. Quhem Ives, jam 16 vjeç dhe kjo është hera ime e tretë në Shqipëri, në Shkodër. Klubi është shumë i bukur, gjithçka është e kuruar dhe njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe miqësor. Edhe natyra është fantastike. Unë jam gjithashtu nga Turqia. Quhem Zen dhe jam 16 vjeç. Kjo është hera ime e parë në Shqipëri dhe mund të them që është një eksperiencë shumë e mirë. Më ka pëlqyer mikpritja, fushat dhe organizimi i turneve. Është kënaqësi të mund vish në Shkodër dhe të luash këtu, konkurrenca është shumë e madhe, lojtarët nga gjithë Europa dhe bota kanë një nivel shumë të mirë. Unë deri në një ndeshje humba, por ishte një nivel shumë i mirë i lojës dhe jam e lumtur me performancën time. Janë shumë të rëndësishme sepse në Shqipëri nuk janë shumë të zhvilluara dhe mundohemi që të fitojmë. Këto gara janë shumë të rëndësishme për mua sepse më zhvillojnë. Konkurrenca është më e fortë se turnet kombëtare, kështu që është një eksperiencë shumë e bukur. Për drejtuesin e Adriatic Tennis Park, eventet të tilla ndikojnë drejt për drejt në rritjen e cilësisë së tenisit në vend, por edhe në zhvillimin e turizmit sportiv në Shkodër. Brenda 2 muajve në Adriatic Tennis Park kanë ardhur 1000 sportista, trajner dhe prind. Është një pikë e rëndësishme për sportin e tenisit, por edhe për turizmin sportiv në Shkodër. Turneu World Tennis Tour pritet të kulmojë me ndeshjet finale të së shtunës, duke kurorzuar një tjetër event të suksesshëm për qytetin. Ndërkohë, gjatë muajit të ardhshëm, Shkodra do të vijojë të jetë në qendër të aktiviteteve sportive dhe kulturore, me një kalendar të pasur që synon të tërheqë vizitorë dhe të forcojë më tej profilin e saj si një destinacion dinamik dhe mikpritës në rajon.